Një kalif prej kalifeve të muslimanëve, shikoni, tregim shumë interesant. E merr një shërbetor të vetin edhe jep 100 dinar. Thot merri këto 100 dinar edhe çoja filan alimit. Nëse arrin sukses t'ja japsh i lirë ije, rob i ti, sklav. Që 100 dinar merri, shko çoja filan alimit. Nëse arrin sukses, ai ti more këto pare, kemi kënë i lirë për Allahun, se ai ka provu me herët, e di që s'dorë. Ama ka thonë, do shta kjo formë, dhe thot arrin sukses. Edhe shkon ki robi të ki alimi, edhe thot që këto pare i kije pe filonit, pranoj. Thot, heq më qafa, se nuk pranoj pare pe sultanit. O, thot, pasha Allah i pranoj se nëse ti i merë paret, unë e lirona. O, fitojone, ta shtë një gjuna, alimi. Shka ka thonë alimi? Thot, po, thot, lirohesh ti, e mhin qafa jeme litarë në prangë. Unë e bona robja ti, masane. Se për këto 100 dinar, a i mblen, e masë shka të thoj aj, do të me thonë në lepe peqe. Shkoni, qëfar nivelit, dignitetit, qëfar rezistencët dhe i mashtrimeve, që kanë tentu, a i kise ka bondo shta me njetë keq, kalifi, ama thjesht ka qenë, dhe thot, alimi e ka ditë venin e ti ku e ka, edhe është mundu maksimalisht të arun atë vend të vetin atje ku e ka.